Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4+. 5 maj është dita e dëshmorëve. 184 dëshmorë lushnjar dhanë jetën e tyre për lirinë e Adheut. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku bëri homazhe sot tek varrezat e dëshmorëve në Lushnjë. Pesë maj është dita e dëshmorëve të Adheut. 184 dëshmorë lushnjar dhanë jetën e tyre për liri, demokraci. Homazhe u zhvilluan sot në varrezat e dëshmorëve nga zëvendës kryeministria Balluku, kryetarja e bashkisë Sefa e stafi i saj, deputetja Buxheli, kandidatët për deputet të Partisë Socialiste, përfaqësues të policisë, veteran, familjar dhe nxënës, që vendosën kurora me lule përpara memorialit në nderim të rënëve në luftën antifashiste. Ditë e veçantë për historinë e Shqipërisë e ka quajtur 5 majin zëvendës kryeministria Belinda Balluku. Është një ditë shumë e veçantë sot kjo për historinë e Shqipërisë, e cila me kënaqësi identifikoj që vazhdon dhe festohet në breza këtu në Lushnjë, pasi shumë dje me vajza dhe fëmijë u bashkuan sot në homazhet që kryen varrezat e dëshmorëve. Lavdi dëshmorëve të kombit dhe sakrifica e tyre që gjithmonë shembull i mirë për gjithë shqiptarët. Historia e Shqipërisë ka shumë ngjarje dhe një prej cilave është dhe lufta antifashiste nacional çlirimtare. Prandaj dhe ne, ashtu si kudo në Shqipëri, çdo 5 maj vim në këtë monument për të bërë nderimet dhe respektet për gjithë ata që dhanë jetën, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Lushnjën. Lavdi dëshmorëve. Dita e dëshmorëve e ka origjinën më 5 maj 1942, kur u vra Qemal Stafa, i cili me veprimtarinë e tij u kthye në simbol të luftës antifashiste nacional çlirimtarëve. Lavdi dëshmorëve të Adheut i paharruar qoftë kujtimi i tyre. Dita e dëshmorëve është kujtuar edhe në Fier. Kryetari i veteranëve të Lançit, Sokrat Konomi, ka vlerësuar kurajon, patriotizmin dhe sakrificën e dëshmorëve. Edhe në qytetin e Fierit është përkujtuar sot 5 maj, dita e dëshmorëve që dhanë jetën në luftën nacional çlirimtare. Politika, veteranët dhe të afërmit e dëshmorëve kanë nderuar të rënët për liri. Në nderim të kësaj dite, në ritmet e bandës frymore dhe këngëve partizane, janë zhvilluar homazhe dhe janë vendosur kurora me lule në obeliskun kushtuar dëshmorëve. Në fjalën e tij, kryetari i veteranëve të Lanç, Fier, Sokrat Konomi, ka vlerësuar kurajon, patriotizmin dhe sakrificën e atyre që dhanë jetën dhe u martirizuan për atë që ne gëzojmë sot, lirinë. Sot është dita e 5 majit. Dita kombëtare e dëshmorëve të luftës antifashiste nacional shqiptare dhe dëshmorëve të tjerë të Adheut. Kjo datë na kujton ditën e rënies së heroit të popullit Qemal Stafa, e cila me vendim të posaçëm të organeve drejtuese të kohës është shpallur si e tillë, pra ditë kombëtare. Për 81 vjet radhazi, ajo përkujtohet e nderohet me respekt nga të gjithë pa pleshtim, kështu siç jemi mbledhur sot. Për çdo vit me vendosim kurora e buqeta me lule për lule trimrat që rat për Adhe. Heroinën e popullit Liri Gero, dëshmorët e Adheut, Pinallopi Piro, Feride Bega, Fina Andreko, Habibe Kalemaj, Mine Jaupaj, Zyp Rabaj, Andon Xhoxha. Mes të pranishmëve, bini në sy dhe kandidatët për deputet në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Kryeministri Rama nga Devolli ka krahasuar Dritëro Agollin që ka përfaqësuar Devollin në parlament me kandidatin e Partisë Demokratike në zonë, Bledion Allbatin, të cilin e quajti një rrugaç. Kryeministri Edi Rama ka vazhduar sot takimet elektorale me qytetarët në Devoll. Rama ka krahasuar poetin e shuar Dritëro Agolli, që ka përfaqësuar Devollin në parlament, me kandidatin e Partisë Demokratike në zonë, Bledion Allbatin, të cilin e quajti një rrugaç. Si mund të votojnë demokratët e Devollit për një rrugaç? Është një grup rrugaçësh. Ju e dini mirë rrugaçin kryesor. Si mund të bjerë pazari deri në pikën kur t'i çojnë parlamentit të Shqipërisë këtë rrugaç? Si mund të shkosh nga Dritëro Agolli te një turp vendor këtu? Si mund të bëhet kjo punë? Tha Rama. Janë dy vëllezër këtu. Njëri Katran, që e keni parë deputet një Albati, dhe njëri Katran me boj, që është i vllai, që më thonë që është një pëllëm mbi tokë dhe sjell vërdall gjithë dunjan këtu, dhe tani që flasim është prapa hekurave,
sepse kanë bërë një skandal tu e kanë rrahur njerëz. Ja, kjo është e vërteta. Dhe këta tani do bëjnë devollin madhështor. Kupton apo jo? Një xhuxh agresiv do bëj devollin madhështor bashkë me vllain. Kurse më herët kryeministri Edi Rama nga rrjetet sociale u kërkoi përsëri emigrantëve në Greqi që të marrin zarfet në post për të votuar në zgjedhjet e 11 majit. Pash informacionin e fundit se DHL-ja ka shpërndar mbi 85% të zarfave, por tani është radha juaj. Është radha juaj shqiptar të Greqisë të regjistruar për 11 majin që ato zarfa t'i ktheni për t'i dërguar në Shqipëri. Ju lutem mos e lini për momentin e fundit, ju lutem atyre që janë në ishuj, këto janë 24 orët e fundit për ta, sepse përndryshe nuk arrihet dot transporti i zarfave nga ishujt në afatin e caktuar. Ju lutem atyre që janë në Athinë, Selanik dhe në gjithë Greqinë në Gadishull, pra që nuk janë në ishuj, të bëjnë të njëjtën gjë. Ju lutem sepse ky është një takim me historinë. Dhe mbi të gjitha, kjo vot për ju që jeni në Greqi dhe që jeni të regjistruar është kaq konkrete dhe është kaq e lidhur me diçka shumë konkrete, duke filluar nga hapja e një rrugë alternative për pensionet tuaja. Ju lutem, zarfin mbrapsht drejt Tiranës me pesën për Shqipërinë, me BE-n në Europë, për Shqipërinë e re europiane, për shpresën europiane dhe amanetin europian të shqiptarëve. Kandidati i Partisë Demokratike në Fier, Fatjon Semanjaku, u shoqërua dje në polici, pasi ka kundërshtuar policët bashkiak që po hiqnin një stend elektorale të tij në qendër të qytetit. Partia Demokratike ka quajtur veprimin një ndalim me urdhër politik, kurse policia e Fierit sqaroi se stenda ishte në shkelje të ligjit elektoral. Kandidati i Partisë Demokratike në Fier, Fatjon Semanjaku, u shoqërua dje në mbrëmje në polici. Ai ka kundërshtuar policët bashkiak që po hiqnin një stend elektorale të tij në qendër të qytetit. Partia Demokratike ka cilësuar këtë një ndalim politik, ndërsa në komisariat shkoi edhe drejtuesi politik i PD-s në Fier, Gazmend Bardhi. Në deklaratën për gazetarët, Bardhi e ka quajtur shoqërimin e Semanjakut në polici akt të paprecedent me urdhër politik të Belinda Ballukut dhe policin bandit që duan të intimidojnë opozitën. Ky akt i paprecedent i policisë së shtetit është qartazi dhe mirëfilltazi një pengim i kandidatëve dhe subjekteve zgjedhore për të bërë të qetë fushatën në mënyrën dhe formën e tyre. Kandidati Semanjaku është penguar fillimisht nga bandit me uniformë të korruptuarit në kryet bashkisë Fierit Armando Subashi, që të ushtroi veprimtarinë e tij elektorale përmes stendave, që janë forma më demokratike në gjithë botën e komunikimit me qytetarët. Më pas, përmes një urdhri të palishëm dhe një ndërhyrje të palishme nga policia e shtetit, është urdhëruar shoqërimi me dhunë në drejtorinë e policisë së Fierit të kandidatit për deputet të partisë më të madhe të opozitës, duke synuar intimidimin e tij dhe pengimin për të ushtruar të drejtën e tij për të bërë fushat sipas formave që i zgjedh secili kandidat. Ky akt përbën një tejkalim të pashëmbullt të ndarjes mes shtetit dhe partisë. Ka vetëm një qëllim: të intimidojë kandidatët e opozitës në javën e fundit dhe vendimtare të zgjedhjeve të 11 majit. Policia e Fierit në një deklarat për mediat sqaron se efektivët bashkiak kanë qenë duke hequr stendën e vendosur dje në qendër të Fierit, pasi ka qenë në shkelje të ligjit elektoral.
Rreth orës 18:50 drejtori i policisë bashkiake ka njoftuar te salla operative e DVP Fier se një subjekt politik ka vendosur poster në qendër të qytetit në kundërshtim me ligjin dhe po kundërshton forcat e policisë bashkiake për heqjen e këtij posteri. Pas njoftimit të marrë, në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë, të cilat për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit kanë shoqëruar personin që po kundërshtonte policinë bashkiake, kandidatin për deputet të Partisë Demokratike, shtetasin FS, i cili është lënë i lirë menjëherë, njoftoi policia e Fierit. Arrestohet nga policia e Fierit 27 vjeçari që mbante të mbyllur dhe dhunonte bashkëjetuesen italiane në banesën e tij në Cakran. Policia e Divjakës ka referuar materialet në prokurori për dyshimet për vetvrasjen një 17 vjeçareje në Divjak. Operacioni policor i koduar Fast Reaction, bashkëpunim ndërmjet policisë së Fierit me drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale dhe zyrës së ekspertit të sigurisë pranë ambasadës italiane në Tiranë, arreston 27 vjeçarin që dhunoi bashkëjetuesen italiane në banesën e tij në Cakran, ku e mbante prej disa ditësh pa dëshirën e saj. Autori me precedent kriminal për dhunë në familje dhe për vjedhje u kap në tentativë për të larguar me automjet të marrë me qera. Pas njoftimit të zyrës së ekspertit të sigurisë pranë ambasadës italiane në Tiranë, dhënë Departamentit të Policisë Kriminale se një shtetase italiane mbahej pa dëshirë në një banesë në fshatin Cakran nga bashkëjetuesi i saj, i cili dhe e dhunonte shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, të drejtorisë vendore të policisë Fier, të mbështetura nga shërbimet e drejtorisë së forcës së posaçme operacione dhe të koduara nga strukturat përfaqësuese të Italisë për sigurinë në Shqipëri, kanë organizuar punën dhe janë nisur menjëherë në drejtim të zonës së sinjalizuar. Si rezultati veprimeve të shpejta dhe profesionale të realizuara në kuadër të operacionit Fast Reaction, u kap në tentativë për të larguar nga banesa me një automjet të marrë me qera, autori dyshuar i rastit, shtetasi AI, 27 vjeç. Shtetësia italiane ju dorëzua autoriteteve të konsullatës së Italisë në Shqipëri dhe është në gjendje të mirë shëndetësore. Gjithashtu një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Divjak, ku një adoleshente 17 vjeçe, banuese në Divjak, dyshohet se ka konsumuar fotoksinë dhe përpasoj ka ndërruar jetë. Specialistët e Komisariatit të Policisë Divjak i referuan materialet në prokurori për vlerësim. Materialet procedurale për të dyja rastet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk mirupafshim.